kur shpresat thyen dhe zemra dridhet, Alba rrinte në dhomën e saj, me dritën e zbejtë që hynte nga dritarja. Ora kishte kaluar mesnatën, por ajo nuk e ndjente kohën. Sytë i ishin ngulur te telefonit, tek ekranet bosh që nuk sillnin asgjë të re. Zemra i rrite fort, por më shumë ishte një ritëm i dhimbshëm se sa emocion pozitiv. Në atë heshtje, një mesazh i lëndrimit ndryshoi gjithçka. Nuk ishte i gjatë, por ai zë i thjesht, i sinqert, kishte forcën të thyej çdo rezistencë, si u bllokove mbrëm. Lexoi ajo, heshtja që pasoi ishte e rënë. Ajo e dinte se lëndrimi nuk po fliste thjesht për një telefon të bllokuar. Ai po fliste për më shumë se kaq. Ai po fliste për zemrën e tij, për shpresën që kishte mbajtur gjatë gjithë ditëve dhe për zhgënjimin që po ndjente. Kur I kam parë tatuazhet në duar, vazhdoi mesazhi, sikur e kisha në trupin tim ngjitur. Alba ndjeu një dridhje që I kaloi shpinën. Nuk ishte një gjest banal, nuk ishte një kompliment I zakonshëm. Ishte tërheqje, dashuri dhe dhimbje e përzier. Ishte një mënyrë që lëndrimi I tregonte se çdo gjest I tij, çdo mendim I tij, kishte lidhje të drejtë për drejtë me të I kisha. Humba shpresat, vazhdoi ai, se mund të vinte. Se ai ishte deri natën e fundit, fjala nuk vi nuk u tha drejt për drejt, por ishte e kuptueshme nga çdo pikë kysh. Ishte ajo thirrje e heshtur, ajo dhimbje që nuk kërkon fjalë të tepërta. Alba mori frym thellë. Lotët I ishin mbledhur në sy prej kohësh, por tani nuk po I mbante më. Filluan t'i rridhnin ngadalë, të heshtur, të ngrohtë, duke lagur faqet e saj, lëndrim. Murmuriti ajo, duke I kthyer syt nga dritarja, nuk doja që të ndjeje këtë. Nuk doja që shpresat e tua të thyeshin. Ai kishte qëndruar gjithë kohën, deri në fund, duke menduar se diçka mund të ndodhte. Ai kishte shpresuar se do të ishte pjesë e asaj që ajo donte, pjesë e botës së saj. Por tani, ai ndihej bosh, I braktisur, sepse Alba kishte marrë vendime të tjera. Nuk është thjesht një tatuazh, vazhdoi ajo në mendime, është gjithçka që ndjej. Por ndonjëherë dashuria nuk mjafton për të mbajtur dik pranë. Lotët e saj vazhdonin të rridhnin, por tani kishte një ndjesi tjetër. Nuk ishte vetëm dhimbje. Ishte një lloj kuptimi. Një kuptim që ndonjëherë duhet të lejosh dik të shkojë, edhe kur zemra të thotë të kundërtën, lëndrim. Ajo përshpëriti, sikur ai mund ta dëgjonte, e di që e dija që do të ishte e vështirë. Por nuk mund të kthehesha mbrapa. Nuk mund të qëndroja aty ku shpresat e tua mund të thyeshin çdo ditë. Ai kishte shpresuar deri në natën e fundit. Ai kishte qëndruar aty, duke pritur një gjest, një fjalë, një shikim që nuk erdhi. Dhe tani, ai ishte zhgënjur. Por nuk ishte I zemëruar. Vetëm I trishtuar. Një trishtim që vinte nga dashuria dhe mos kuptimi, kam nevojë të them. Mendoi Alba, se nuk dua që ta ndjej dhimbjen e tij për shkak timen. Nuk dua që ai të mbaj peshën që unë nuk mund ta mbaj, dhe për një moment, ajo u ul dhe mbështeti ballin në duar. Zemra I rrite fort, por tani ishte një ritëm I ndryshëm, një ritëm që thoshte se ajo kishte bërë gjithçka që mundej, por nuk mund të mbante gjithçka. Lëndrim, përshpëriti ajo, sikur të fliste me një zë të brendshëm. Do të doja që shpresat e tua të mos thyeshin. Por ndonjëherë nuk mund të jetë siç duam, heshtja mbushi dhomën. Lotët I lagën faqet, por frymëmarrja e saj po bëhej më e qëndrueshme. Ishte një moment I dhimbshëm, por edhe I qartë. Një moment që tregonte se ndonjëherë dashuria dhe humbja janë të ndërthurura. Ai nuk do të kuptoj menjëherë, mendoi ajo, se nuk është mungesë dashurie. Është mbrojtje. Është kujdes për shpirtin e tij, edhe pse dhimbja është e pashmangshme, dhe aty, në atë heshtje, Alba e kuptoi se ndonjëherë dashuria nuk është vetëm për të mbajtur dik pranë. Është edhe për të lënë dik të ndjej, të përballet dhe të kuptoj vetë jetën, pavarësisht dhimbjes që kjo sjell. Lotët e saj nuk ishin më vetëm dhimbje. Ishin një përzierje force dhe kuptimi, një ndjesi që I jepte forcë të përballonte çdo gjë, edhe zhgënjimin dhe shpresat e thyera. Lëndrim. Përshpëriti një herë të fundit, shpresoj që të kuptosh, dhe me këtë mendim, Alba u ngrit dhe mori frym thellë. Zemra I dridhej ende, por ishte një dridhje që nuk vinte nga dhimbja e pastër. Ishte një dridhje që thoshte, jam këtu, jam e fortë dhe do të ec përpara, pavarësisht çdo shpresë të thyera dhe çdo natë të vështirë.